Shqipëria mësoi dje kundërshtarët që do të ketë në Ligën e Kombeve për sezonin e ri. Goklat ishin bujare me kuqezindët e në grup do të jenë Finlanda, Bielorusia dhe modestët e San Marinos. Sot është publikuar dhe kalendari për datat dhe oraret kur do të zbresë në fushë kombëtarja. Ndeshjen e parë luajmë në shtëpi kundër Bielorusisë më 26 shtator në orën 20:45. 3 ditë më vonë kemi transfertën me San Marinon. Kuqezindët rikthehen në fushë në 3 tetor ku luajnë në transfert me Finlandën, ndërsa më 6 tetor do të luajmë në shtëpi me San Marinon. 2 duelet e fundit zhvillohen në nëntor, në 12 nëntor presim Finlandën dhe në 15 shkojmë në Bielorusi. Ky është kalendari. Shqipëri-Bielorusi, ora 20:45 në 26 shtator 2026. San Marino-Shqipëri, ora 20:45 më 29 shtator 2026. Finland-Shqipëri, ora 15, 3 tetor 2026. Shqipëri-San Marino, ora 20:45, 6 tetor 2026. Shqipëri-Finland, ora 20:45, 12 nëntor 2026. Bielorusi-Shqipëri, ora 18, 15 nëntor 2026. Një risi e rëndësishme këtij edicioni është ndryshimi i kalendarit ndërkombëtar. Për herë të parë UEFA ka bashkuar dritaret e shtatorit dhe tetorit në një periudhë të vetme të zgjatur. Kombëtarët do të zhvillojnë 4 ndeshje nga 24 shtatori deri më 6 tetor, ndërsa 2 takimet e fundit do të luhen në periudhën 12 deri në 17 nëntor. Ky format i ri synon të reduktojë ngarkesën e udhëtimeve për lojtarët dhe erdhi pas diskutimeve të gjata me klubet e europiane.